Përshëndetje të nderuar teleshikues të UTV News. Tema për cilën do të flasim për gjatë minutave në vijim do të jetë shumë interesante, informuese veçanërisht për gratë shtatzana, për ose për ato nëna të reja të cilat duan të dinë nëse do të ketë një pasojë ndoshta në lindjet e tyre të mëvonshme fakti nëse kanë bërë një lindje me operacion, pra me ndërhyrje kirurgjikale apo në mënyrë natyrale, sepse kjo është një dilemë që shtrohet veçanërisht në ditët e sotme kur lindja me operacion është një trend që vihet re në rritje, që nuk bëhet nëse në të kaluarën u bënte pikërisht për arsye të caktuara shëndetësore të rekomanduara edhe nga mjeku, sot bëhet për zgjedhje personale. Planifikohet madje dhe data në të cilën duhet lindet, duke vendosur gjithçka në dëshirën e nënës. Ne do të flasim për gjatë minutave në vijim dhe për pasojat që mund të ketë raste të caktuara në shëndetin e nënës dhe të fëmijës ndërhyrja kirurgjikale, pra lindja përmes operacionit. Ju ftoj fillimisht të ndjekim insertin, më pas do të rivim në studio për të bashkëbiseduar me të ftuarit tanë. Lindje normale apo lindje me operacion? Kjo është dilema që mundon shumë gra shtatzëna, të cilat kohët e fundit, sipas shifrave të publikuara edhe në analizën vjetore të maternitetit Koço-Gliozheni, zgjedhin lindjen me operacion, duke kthyer kështu në një tendencë, gati në modë. Të dhënat të ngjashme konfirmohen edhe nga Instituti i Shëndetit Publik, sipas të cilave lindjet me operacion në disa klinika i kalojnë edhe 30% të rasteve. Kjo pasi operacionet janë të shpejta, me më pak dhimbje dhe nënat mund të lënë spitalin brenda 48 orëve. Në të shkuarën kjo praktikë është përdorur vetëm në raste emergjente, kur lindjet natyrale shfaqnin rrezik për jetën e nënës dhe të fëmijës. Shkaqet e lindjes me operacion ndodhin vetëm atëherë kur lindja natyrale bëhej e pamundur, pasi fundi i barkut të nënës ishte tepër i ngushtë dhe nuk mundësonte daljen e foshnjës, apo kur fëmia ishte i shëndosh ose në pozicion të papërshtatshëm për të lindur në mënyrë natyrale. Por sot kur 33.8% e grave lindin me ndërhyrje cezariane, nuk mund të flitet më vetëm për raste të tilla sporadike, kur zgjedhja është e diktuar nga momentet e fundit të paralindjes, por për dëshirën që këto gra shfaqin që t'i nënshtrohen ndërhyrjes kirurgjikale. Sipas të dhënave të Open Date Albania, referuar raporteve vjetore të OBSH-s, në një vështrim krahasues vërehet se niveli i lindjeve me operacion në spitalet shqiptare paraqitet më i lartë se në Maqedoni, Malinezi dhe Sloveni apo edhe Kroaci për vitet 2009-2012. Por a është e rekomandueshme për shëndetin e nënës dhe fëmijës një lindje e tillë? Mjekët flasin veçanërisht për komplikimet e paslindjes me operacion, për sa i përket infeksioneve të cilat janë 3 fish më të mëdha se në rastin kur bëhet lindje natyrale. Gjithashtu plaga e operacionit mund të dhëmbë edhe më pas, edhe pse shenja nuk është e dukshme. Plaga merr pamjen e saj definitive pas rreth 8 muajsh, por nuk duhet të ekspozohet në diell, të paktën për 1 vit. Në raport me fëmijën në këtë rast, çumshi i nënës ndodh që mund të vijë më vonë, për shkak të lodhjes së nënës nga operacioni. Gratë që lindin me operacion janë më të ekspozuara nga problemet që mund të shfaqen me rruazat e gjakut, siç janë tromboflebit dhe trompozat. Çrregullimi i tyre në rastet kur gratë duan të bëjnë një fëmijë të tretë, qoftë edhe me operacion, mund t'i rrezikojë atyre komplikacione, por lindja me operacion, sipas studimeve të fundit, nuk rekomandohet për ndryshimet gjenetike që mund të shkaktojë tek fëmia. Në këtë përfundim kanë dalë edhe mjekët suedez, të cilët në bazë të një hulumtimi të kryer në Suedi, te fëmijët që lindin me operacion cezarian, vërehen ndryshime në formulimin e tyre gjenetik. Sipas Institutit Karolinska në Stockholm, në lindjet me operacion cezarian te fëmijët vjen në re ndryshime gjenetike, të cilat mund t'i hapin udhë sëmundjeve të diabetit, kancerit dhe astmës. Gjatë studimit janë krahasuar lidhjet e kordonit mes fëmijëve që lindin me operacion dhe atyre me lindje të natyrshme. Në rruazet e kuqe të 2 rasteve u pan ndryshime të dukshme. Mjekët lidhin këtë ndryshim me stresin që pritojnë fëmijët gjatë operacionit cezarian. Në radhët e fëmijëve që lindin me operacion, stresi është i menjëhershëm
dhe shumë më i theksuar, çka ndikon të jetë negativisht në shëndetin e tij. Profesor Dr. Michael Norman i ka kushtuar një rëndësi specifike këtij studimi. Në studimet tona, fëmijët që përjetojnë këto ndryshime gjenetike janë të predispozuar të vuajnë nga sëmundjet kanceroze, diabet dhe azëm. Sqaron ai, një studim i tillë synon që të paralajmërojnë nënat që të jenë më të vëmendshme, duke mos e parë operacionin cezarian si të parrezikshëm. Për më tepër, kur vetë procesi i lindjes sot në botë është burim vdekshmërie për shkak të ndërlikimeve. Sipas OBSH-s, një grua vdes çdo minutë në botë për probleme shtatzanie. Ndaj përsos masave që marrin strukturat përkatëse shëndetësore, e rëndësishme mbi të gjitha është informacioni. Informacion është ai që ne do t'japim për 6 minutave në vim në bisedën që do të zhvillojmë këtu në studion e UTV News. Unë do t'ju uroja mirëseardhjen time zotit Maksim Gjoni, drejtori të maternitetit Mbretëresha Geraldin, por një herë dhe ginekolog. Përshëndetje, mirëseardhët. Dhe një herësh i uroj mirëseardhjen time dhe Edi Tushes, pediatër neonatolog. Përshëndetje, mirëseardhët. Kënaqësi që ju kam të ftuar në studio sot për një tematikë që unë dhe gjykoja të rëndësishme pikërisht për faktin sepse veçanërisht për ato që janë nëna të reja, të cilat kanë lindjen e tyre të parë dhe kanë edhe një lloj droje dhe frike sigurisht, duhet të keni informacion para prak për të kuptuar nëse ka diferenca dhe cilat janë këto diferenca që mund të sjellin një impakt në shëndetin e tyre dhe të fëmijës që ato do të sjellin në jetë. Para se gjithashtu doja që ta fillonin bisedën së bashku duke u ndalur pak tek kushtet që duhet përmbush një grua për të kryer një lindje natyrale, sepse sigurisht, sikurse e theksuam dhe më herët, operacioni nuk është një e re e ditëve të fundit, është një instrument, po ta quajmë kështu, një mjet që është përdorur edhe më herët në të shkuarën, veçanërisht kur vorreshin komplikacione. Pra jo çdo grua mund të kryejë një lindje të natyrshme, apo jo? Po, unë fillimisht duhet të shtoj në këto që përmendet ju edhe bashkëshortin e gruas shtatzën, për arsye se me kalimin e viteve vjet edhe në vendin tonë që pjesëmarrja e tij është gjithnjë më e shpeshtë dhe me peshë, me vlerë, lidhur me mbështetjen që e ofron pacientët shtatzën. Nga ana tjetër, lindja me operacion ose vetë përcaktohet në shumicën e rasteve sipas çdo pacienti që vjen në maternitet dhe përgjithsisht është e bazuar në disa parametra që ne i ndajmë në parametra ndërtimor të strukturës, të formacioneve, të rrugëve të lindjes, si quajmë ne, dhe peshës për masave të bebit, dhe nga ana tjetër edhe të atyre që janë dinamik, që kanë të bëjnë me aftësinë e mjedisës për të kurrur, për të nxjerrë, për të lindur fëmijën. Mbi dy këto parametra ne bazohemi jo vetëm në fillim kur fillojnë aktiviteti i lindjes, por edhe gjatë aktivitetit të lindjes, nëse një paciente mund dhe duhet të lindë vetë, apo duhet ndërhyrja kirurgjikale. Raporti midis tyre është i lidhur me riskun. Ne përzgjedhim për çdo rast atë mënyrë lindje që është më pak rrezikshme për nënën, bebin apo për të dy bashkë. Ka raste në të cilat kërkohet në mënyrë të vullnetshme, po ta quajmë kështu nga gratë, edhe nëse nuk paraqet rrezikshme për shëndetin e tyre. Ky është një fakt, një fenomen që ndodh kohët e fundit në Shqipëri. Në përgjithësi është i lidhur me informacionin që tashmë nuk mungon në vendin tonë, dhe shumë pacientë ndonë se të pa motivuara kërkojnë insistojnë lindjen me operacion. Një pjesë e mirë e tyre është paragjykojnë, të themi me mos u ndodhësira me probleme të kozmetikës, kurse apo dhimbjes, kurse pjesa më e madhe ja atribuojnë frikës, kërkesën, insistimin për lindjen me operacion. Mirë, në fakt është e vërtet, ashtu sikur se e përmendëm edhe në insert, ka një lloj droje, një lloj frike, një ngurim do ta quaja nga gratë, nga nënat e reja që kanë shtatzaninë e tyre të parë dhe kërkojnë të shmangin lodhjen veçanërisht gjatë lindjes në mënyrë natyrale. A ndikon kjo tek fëmia, doktor? Koncepti lodhje është një çik relativ, është pak relativ, por se do ta mendojmë. Sepse ajo lodhje, në thonjza, që ka lindja normale, natyrale, i shërben fëmisë për sa lindur, ose fëmisë po lind, të prodhojë disa lëndë që favorizojnë, që e ndihmojnë atë të bëjë një përshtatje normale ose të mirë ose të qetë nga barku nënës me atë që ndodh jashtë barkut nënës. Kështu nga kjo pikpamje sot janë përpunuar
ose është në gjendje mjekësia që ta ndihmoj gruan në mënyrë të tillë që ajo të ndjejë se un pak lodhi. Format të quajtura të anestezisë gjatë lindjes, me të mirat dhe të këqijat e tyre, me to është e mundur që kjo lodhje në thonjza të paksohet. Megjithatë shpeshherë duhet thënë që lodhja vjen nga padurimi, nga mospregatitja e gruas për lindjen, për ato që ndodhin gjatë lindjes, ndonjëherë nga mos shoqërimi si duhet, qoftë nga personeli mjekësor, qoftë nga persona të tjerë të cilët e ndihmojnë atë ta kalojë këtë procesin final, ta quajmë kështu, të lindjes, në mënyrë më të butëmundshme. Duke u ndalur tek pjesa e fëmijës, pra ka një lloj diference, ju vërejnë një lloj diference midis fëmijëve që kanë lindur me operacion dhe fëmijëve të cilët lindin në mënyrë natyrale? Natyrisht është disa planëshe kjo, edhe një lindje me natyrale, edhe një lindje me operacion, ka rreziqe të caktuara për fëmijën e posa lindur. Gjithmonë varet nga si ndiqet ose si shoqërohet kjo, qoftë nga pikpamja mjekësore, qoftë nga pikpamja dhe individuale. Nuk e di se çfarë do të kërkoni ju, çfarë kërkoni konkretisht me pyetjen që bëni. Jo, e para një nga ana shëndetësore në sensin kur bëhet një check-up ose një kontroll i fëmijës. Ka disa plane, edhe një herë po them ka disa plane. Një lindje për shkak me operacion, nëse është urgjencë dhe bëhet për frutin, natyrisht që mundet, nuk është e thënë, jo detyrimisht mundet të ketë lidhur me kërcënimin që i bëhet frutit në barkë nënës, kështu që ai duhet dali shpejt, në tilla raste ndërhyja operative e ndihmon këtë bebe që të mbjetoj, pa u dëmtuar në barkun e nënës. Ka dhe raste tjera, për shembull, kur është fjala për lindjen me dëshirën e nënës, ato që ne quajmë seksio cesare ose operacione për zgjedhje të nënës ose të prindit, dhe aty ka disa rregulla të caktuara ose ka disa standarde të caktuara që në varësi se si zgjidhen ato, qoftë nga prindi, qoftë nga mjeku, mund të shoqërohen me dëmtime të mëtejshme të bebit ose me probleme shëndetësore të bebit. Do të ndalemi pak edhe tek kjo për ta zgjeruar më tej dhe për të kuptuar deri në ç'pik mund të jetë i kërcënuar shëndeti i bebes, por do të prekja pak pjesë që juve thatë me shumë rëndësi është momenti në cilën flitet për përgatitjen e gruas përpara lindjes. Si funksionon kjo pjesë të paktën nga të gjitha inputet që merrni në përditshmërinë tuaj? Gratë përgjithsisht ndjekin kohë pas kohe shtatzaninë e tyre dhe ndodh që e programojnë këtë gjë shumë kohë më përpara dhe vinë në maternitet për të lindur, apo ka raste kur ka një lloj neglizhence dhe një kosto që mund të paguhet shumë më shtrenjtë më mbrapa, pikërisht për shkak të kësaj mos ndjekjet vazhdueshme para përgatitore, flas gjithmonë për momentin e lindjes. Pyetja që bëni ju ka shumë interes për publikun, për arsye se është një ftesë më tepër e radhës. Mbi rëndësinë që ka ndjekja e shtatzanisë për të përgatitur edhe për lindje. Këtu kemi të bëjmë me dy shifra në vjetrasha. Njëra është sa përqind e pacientëve në një vend shkojnë rregullisht në konsultor, dhe dyta është çfarë cilësie shërbimi i ofrohet këtyre pacientëve nga të tjerë pastaj janë më pak të rëndësishme, sigurisht është formimi, kultura e popullsisë, sa ato janë të interesuar vetë që të informojnë kështu me radhë. Një mundet që ndjekja gjatë shtatzanisë me synim edhe përgatitjen për lindje të jetë një parametër në bazë të cilit vlerësohet dhe niveli i shërbimit shëndetësor që ofron një kom, një shtet ndaj popullsisë së tij. Në vendin tonë, këto shifra për nga ana sasiore kanë qenë të mira edhe para viteve 90. Mbas viteve 90, unë besoj që është përmirësuar shumë cilësia e kujdesit. Nuk kemi shifra lidhur me përqindjen e pacientëve që shkojnë rregullisht në konsultor, në ndjekjen prenatale para lindjes, por duhet të jetë mbi 80%. Ne në përgjithësi jemi të kënaqur me frekuentimin. Natyrisht kemi pretendime për cilësinë e shërbimit që ofrohet. Një
shtesë më tepër në këtë sektor janë edhe spitalet private apo klinikat private. Cilësia e shërbimit nënkuptoni anën e përgatitjes profesionale të stafit përkatës që ofron këtë lloj asistencë ose këtë lloj ndihmese për nënat? Cilësia në rast të parë ka të bëjë me unifikimin. Duhet që të gjitha pacientëve shtatzën të ofrohet i njëjti nivel, e njëjti kalendar, në thonjza për ta kuptuar spjegatorët, i ndjekjes së curisë së shtatzënisë. Nuk ka arsye që disa pacientë të karikohen me analiza të pavlefshme apo disa tjera të mos ekzaminohen më sa duhet përgjatë shtatzënisë. Ne kemi bërë disa tentativa dhe jemi në rrugë të drejtë në përpilimin e një kalendari i cili duhet respektuar si nga shërbimi shëndetësor ashtu edhe nga pacientët. Ka bile për kuriozitetin tuaj edhe disa vende në botë ku shfrytëzohen për këtë arsye edhe shoqëritë telefonike. Për shembull, njëra prej tyre që mos përmendim emra në vendin tonë mundet që në qoftë se një pacient shtatzën i çojë mesazh, atëherë ajo t'i ofrojë në mënyrë periodike një kalendar kur duhet bëj çfarë gratis. Për t'ia rikujtuar. Për t'ia rikujtuar. Ky është një bashkëpunim shumë mirë me interes reklamën për një shoqëri telefonie. Që pritet të nisë apo ka nisur ndërkohë? Ne kemi bërë disa ftesa, por nuk na janë përgjigjur. Nuk e kanë parë me interes kompanitë private të Pa të drejtë, bile. Mirë, në fakt është shumë e rëndësishme të flitet për një pjesë që lidhet me shëndetin e të dyja qenieve, pra si të nënës, por ashtu edhe të fëmijës. Në insertin që ne ndoshëm madje ishim duke komentuar ndërkohë dhe në studio teksa po shfaqim, fliteshin edhe për një studim suedez që deri diku ishte i padëgjuar më parë edhe për ne në lidhje me një lloj ndryshimi gjenetik në raport me fëmijët të cilët i nënshtrohen ndryrës kirurgjikale. Megjithatë, duke mos u ndalur ndoshta tek analizimi i një studimi të cilën nuk i njohim ndoshta detajet e mirëfillt ta shkëlqyer me bazën e cilës është shkruar, duke u ndalur më gjerë tek pjesa e kërcënimit ose rrezikut që mund t'i kanoset fëmijës. Ju e prekët pak rastin kur fëmijët lindin me dëshirën e nënës me operacion. Çfarë rrezikësh në kanosen shëndetit të tyre? Në qoftë se lindja me operacion, po themi, përzidhet nga nëna duhet di që dhe shumë e rëndësishme që të paktën duhet ta çojë shtatzanin deri në 39 javë plota. Sepse ka disa rreziqe. Rreziqet janë imediate, me njëherë pas lindjes, ka disa rreziqe pastaj që mund të ndodhin afatgjatë. Nga rreziqet e menjëhershme, në akut ose afat shkurtër që quajmë kështu, është fëmijët të cilët lindin para javës 39 me dëshirën e nënës, rrezikojnë probleme të ndryshme të frymarrjes nga 2 deri në 6 herë, më shumë. Ky është një problem. Më gjatë pastaj, këta fëmijë gjatë ditëve të paratjetës mund të bëjnë çrregullime po ashtu të ndryshme, e pastaj mund t'ju shpjegoj pse ndodh kjo. Si në drejtim të kontrollit të temperaturës, janë fëmijë të cilët e kontrollojnë më keq temperaturën, janë fëmijë të cilët bëjnë verdhës më të rëndë, janë fëmijë që bëjnë rënje të sheqerit në gjak, janë fëmijë të cilët mundet të preken më shumë nga infeksionet se sa të tjerët, janë fëmijë të cilët pastaj më afatgjatë mundet të kenë çrregullime të ndryshme të si alergjit, astmë, më tepër, dështim në ushqyer me gji ose kozgjatje me gji më pak se sa fëmijët të tjerë të lindur në mënyrë vaginale, normale, çrregullime të nivelit të ndryshëm të sistemit nervor ose zhvillimit psikomotor, nga më të lehta deri më të rënda, që janë të lidhura pikërisht me lindjen parakohe, me lindjen para termit plot ose kohës plot, domethënë të lindur para javës 39, në kuptohet midis javës 37 edhe 39, nga që lindim në këtë hapësirë kohore, të cilat padyshim ndikojnë shumë mbi shëndetin radh parë të porsalindurit dhe së dyti mbi kostot e spitalit ose kostot që ka spitali për trajtimin e këtyre fëmijëve. Kështu që duhet patjetër që si pjesë e informimit
nga ana obstetrikale ose nga ana e ginekologut dhe mjekut që kujdeset për lindjen, duhet të jetë edhe kjo pjesë e informimit për nënën, mbi rreziqet e mundshme që mund të ketë fëmia. Natyrisht, domethënë që këto nuk janë aq të shpeshta, janë të rralla, por jeta e një fëmie për një prind është ose s'është. Nga kjo pikpamje duhet të jetë e informuar dhe të marrë përsipër rreziqet që mund të lidhen. Duhet merren të gjitha në konsiderat, sigurisht në raste të tilla. Por për të bërë dhe një lloj dallimi, sepse sot e përmendi pak edhe doktor Tushe në lidhje me anestezinë, si një mundësi që mund të lindësh por pa pasur nevojën e ndryrë kirurgjikale. Ka një dallim në lidhje me këtë, pra sot ka 3 mënyra lindje, mund ta quajmë kështu, lindje natyrale pa anestezi, apo lindje me operacion dhe një lindje natyrale në efektin e qetësuesve, apo jo? Quhet analgjezi, manipulimi që bëjmë ne për të që një pacient mos ketë dhimbje. Kjo për arsye mos fulli me ulësira pa interes për publikun në vendin tonë është realizohet në përqindje shumë të ulët. Themi 3-4% e pacientëve që lindin vetë mbulohen me analgjezi, vetëm se ajo që nuk din mirë pacientët është që rreziku i kësaj analgjezie, i këtij manipulimi është shumë i vogël se sa komoditeti, shmangja e dhimbjeve, të cilat ndikojnë negativisht si mbi nënën ashtu dhe fëmijën, sikur se thotë. Nga ana tjetër, një fëmijë, të kthehemi pak fjali përpara bisedës tuaj, në një shtatzënë, tek një shtatzënë e cila fillon dhimbje lindje, ky është një sinjal shumë i fuqishëm i një bebe të pjekur, i një bebe të maturuar. Shembujt edhe në botën e gjallë përveç njerëzve janë të tilla që në kafshë nuk lidhen me operacion. Shumë rrallë ofrojnë veterinerët në lindje kështu instrumentale, por ato shmangin, ato shkëputin para kohë të fëmijës nga nëna. Përsëris, në qoftë se nëna si fillojnë dhimbje lindje, kjo do të thotë që bebi jep sinjale që është i pjekur, i maturuar të dalë. Pra, kjo do të thotë që nuk është e nevojshme midis një zgjedhje që duhet të bëjë në këndvështrimin tuaj dhe të specialistë në rastin konkret të ginekologut. Në momentin që duhet zgjedh për të sjellë në jetë fëmijën e saj, do të ishte më mirë ta sillte në mënyrë natyrale në efektin e analgjezikëve, sikurse thatë ju, apo duke u nështruar një operacioni? Natyrisht ka përsi analgjezia kundrejt operacionit. Operacioni shton koston, shton ditë qëndrimi në spital, shton mundësinë për të lindur në operacion edhe shtatzënin tjetër, ka dhe disa ndërlikime të mundshme mos trombin pacientët, sepse operacioni kur është i nevojshëm, ne baraspeshojmë me rrisjet. Në qoftë se lindja vetë është më e rrezikshme në nënën bebin apo për të dy ata se sa lindja me operacion, ne ofrojmë operacionin. Parantezë, edhe rreziku i operacionit me kalimin e viteve edhe në vendin tonë ka rënë shumë, i është afruar mjaft perëndimit, themi, shifrat që thonë juve janë vërtet trembin, por ato janë shifra që përkasin fatkeqësisht akoma botës në zhvillim, sigurisht është Afrika më shumë apo Azia. Ne kemi shifra të parafta me vendet rrotull nesh, me Ballkanin, dhe i afrohemi 1 me 2 me 3 dhe perëndimit lidhur me vdekshmërinë. Sëmundshmëria pastaj është më e vështirë për të matur. Flasim për vdekshmërinë në rast e komplikacioneve të shtatzanive që mund sjellin në momentin e lindjes, sa për këtë. Okej, duke ndalur pikërisht tek një element që ne e prekëm dhe pak më përpara, që imuniteti i fëmijës. Në fakt, edhe në insertin që ne vendoqëm, fliteshe për një lloj predispozicioni, jo thjesht për sëmundje të qoja të zakonshme, kështu por edhe për sëmundje të rënda, siç mund të jetë edhe sëmundje tumoriale, kancerogjene. Të tilla. Sepse shpeshherë ky është problemi i zgjidhshëm, nuk është problemi i pazgjidhshëm dhe në lindjet me seksu cesare. Për arsye sepse varet shumë midis të tjera varet shumë nga kozgjatja me të cilën ti e lidh kërthizën, ose kordonin umbilikal që quajmë ne. Normalisht kozgjatja që duhet të kapet kordonit, lidhet ose të shkëputet, si thua, nëna me fëmijën e porsa lindur, duhet të jetë më gjatë se 1 minutë, ose duhet të jetë midis 1 minutë e 3 minuta. Në këtë moment, gjatë kësaj kohe, kaq shkurtër, 1 deri në 3 minuta, njeriu i porsa lindur në këtë rast përfiton shumicë të madhe qelizash, të quajtura qeliza burimore, të cilat sot tentohet i përdorim për të trajtuar shumë sëmundje të tjera. Në një kohë që fëmia i përfiton në mënyrë natyrale, të cilat janë qeliza mbrojtëse në tërësi.
ato kanë veti shëruse dhe riparuse, edhe mbrojtëse njëkohësisht, që në sekso cesare ose në operacione, shpeshherë koha në cilën lidhet kordoni është më e shkurtër se sa kaq. Është më pak se sa 1 minutë. Kështu që humbet. Një moment tjetër tepër i rëndësishëm kur është fjala për lindjet me operacion, gjë që s'ndodh me ose mund të ndodhë dhe me lindjet vaginale, nuk me lindjet normale, nuk është e thënë, varet nga filozofia që ka institucioni ku pritet lindje, është që shpeshherë fëmia që lind me operacion detyrohet ta shkëputet nga nëna dhe vendoset në një mjedis tjetër, në një tavolinë tjetër që përgjithsisht tavolinë e spitalit. Popullata mikrobike që dominon, që bisundon në një ambient të spitalit, për shembull një tavolinë të spitalit, është popullata mikrobike e spitalit, e cila bëhet e rrezikshme për ato që quhen infeksione spitalore. Në një kohë që po ta vendosësh në kontakt fizik me nënën e vet, siç ndodh shpeshherë, domethënë po ta presësh fëmin mas lindjes mbi barkun e nënës, mbi trupin e nënës, ta quajmë drejt për drejt, atëherë qelizat që përfiton ose mikrobet që përfiton fëmia janë mikrobet e nënës, që përgjithsisht janë flora normale ose popullata normale që ka një njeri. Në tilla raste, nëse shkëputja, qoftë është edhe për kohë të shkurtër, fëmijës i duhet që të stabilizojë ose të rregullojë këtë popullat mikrobike rreth 6 muaj. E cila ka një efekt, sepse mikrobet janë mikrobet mira dhe mikrobet të këqija. Pikërisht, fëmia në operacion ka më shumë gjasa që ta humbasi këtë lloj përfitimi që vjen nga ato ashtu quajtur mikrobet mira. Ky është problem. Problem tjetër lidhur me shëndetin, siç thashë përpara, këta janë fëmijë të cilët kanë nevojë 2 deri në 6 herë ose psojnë 2 deri në 6 herë më shumë se sa popullata e lindur mas 39 javës ose mas kohës që fillon aktiviteti, procesi normal i nxjerrjes fëmijës ose i lindjes fëmijës, për shkak të papregatitjes moshkrive të tyre, për shkak sepse stresi që kalojnë në thonjza është i vogël. Për çfarë stresi bëhet fjalë? Po ja, për shumë të them, gjatë një aktivitet normal të lindjes, fëmia stresohet në mënyrë të tillë që prodhon substancat, ato lëndët e stresit, domethënë po themi katekolaminat ose adrenalinën e stresit, 5 herë më shumë se sa në jetën normale. Do të thotë ky stres ose këto lëndë që prodhohen e ndihmojnë fëmijën që të përshtatet më kollaj me jetën pas lindjes. Kurse stresi që pëson fëmia në momentin që lind me sekso cesare ose me operacion është një lloj shkëputjeje. Nuk është një lloj përgatitje, nuk është graduale, por është shkëputje e menjëhershme që ndodh midis frutit dhe nënës. Dhe nga kjo pikpamje ky stres shoqërohet pastaj me dëme të caktuara dhe jo me funksionin e dur që duhet këtë stresi normalisht e fëmia. Në qartë. Duke ndalur pak më vonë, do të kemi vetëm një ndërprerje shumë të shkurtër publicitare, por është me interes për të kuptuar pak edhe koston. Ne prekët të dy pak a shumë në një formë ose në një tjetër koston spitalore, pra të vjushmërisë edhe qoftë edhe të ndjekjes së nënës pas operacionit, edhe për shkak të komplikacioneve të mundshme që mund vinë nga infeksionet dhe detajet të tjera si këto që lidhen ngushtë me shëndetin e nënës Lehon. Do të kemi vetëm një ndërprerje të shkurtër publicitare, rivim vetëm pas pak në studio për të vjuar bisedën. Jemi duke folur për tendencën e lindjeve me operacion, një tendencë kjo që ka edhe pasoja në shëndetin e nënës dhe të fëmijës. Pasojat e cilat cilën edhe një qëndrim më të gjatë në spitale, ajo çka duket si rrugë e shkurtër që të nxjerr brenda 48 orësh, nëse çdo gjë shkon mirë, pra në rastin kur bëhet fjalë për një ndërhyrje kirurgjikale, mund të ketë një komplikacion që mund të zgjas qëndrimin, por ka edhe një kosto më vete për spitalin apo jo, doktor? Të dyja këto që thonë juve janë në disfavor të lindjes me operacion. Është fjala për ditë qëndrimi që përgjithsisht është 2 fishi për lindje me operacion kundrejt lindjes vet. Ne trajtojmë për qëndrimin spital në mënyrë të diferencuar dhe pacientët dhe në varësi të vendbanimit të tyre. Pacientët banojnë në Tiranë, kemi kurat i ofrojmë të shkojnë në shtëpi më herët i çik se sa pacientët që banojnë jashtë Tiranës. Por në përgjithsisht raporti 1-2, ditë qëndrimi, 24 orë për lindjen vetë dhe 48 orë për lindjen me operacion. Natyrisht pastaj nëse lindja ndërlikohet, ditë qëndrimi shtohet dhe mundësia të ndërlikohet është më e madhe për lindjen me operacion.
Cilat janë kostot konkrete kur flasim për këtë aspekt? Ne këtu bëjmë ping-pong me ekonomistët, ne themi u takon atyre për të përcaktuar kostin, ata na i atribuojnë ne këtë, nuk kemi bërë akoma një skuadër. Praktikën e përditshme, normalisht evidenton ndoshta më mirë. Nuk kemi akoma një skuadër përbashkët për të vlerësuar kostin e lindjes, por nuk është shumë e lartë, me një amendje kështu 200-300.000 lekë të vjetra. Është shumë e ulët ka si me perëndimi fal. Megjithatë e përballueshme gjithsesi për strukturat tona. Këtu është një temë që të ndërlikuar, që ka të bëjë me kërkesën e popullsisë ndaj shërbimit shëndetësor. Në asnjë vend të botës nuk mund të thuhet që lekët për shëndetin mjaftojnë. Asnjë shtet, asnjë popullsi, nuk edhe në Norvegji, Suedi, dhe ato janë të pak kënaqur me sistemin shëndetësor dhe kërkojnë që të shtohen shpenzimet në dobi të shëndetit. Por ama nëse në vendin tonë me një tot lek, me sasi lekësh mund të shpëtohet një jetë njeriu, në perëndim do duhen 10 herë aq që të shpëtohet një jetë njeriu. Kjo quhet kosto eficiencë. Me sa lek përfiton çfarë? Dhe përsëris nuk mund të quhet që kaq lek na mjaftojnë. Gjithnjë kërkohet më shumë. Kjo është natyrshme. Duke u rikthyer pak informacionet që kanë edhe gratë në raport me atë çka është më e mira për shëndetin e tyre dhe të fëmijës, ne kemi pyetur gratë grup moshave të ndryshme. Unë do të ftoja të ndikim një vox pop që përfaqëson në larmishmëri grup moshash, por deri diku mund të thoja një mendim të unifikuar për zgjedhjen që ato kanë bërë për të sjellë në jetë fëmijën e tyre. Shikoj që jeni nëntë dhe doja të pyesja në ç'mënyrë keni lindur? Natyrale. Ishte zgjedhja juaj apo? Po, zgjedhja ime. Po. Po pëlqej edhe shumë ta përjetoja në mënyrë natyrale. Po juve? Edhe unë. Tani lindin më shpesh me operacione. Nuk e di si vjen, nga se vjen kjo. Mund të jetë zgjedhje doktorit për arsyet e veta, po që shumë pak në ato kohra lindin me operacion, dhe se shumë të rava. Po hiqni mama, në vuani. Nuk ishte kaq e lehtë. Ju trembeni lindjeve tani. Në mënyrë natyrale. Në mënyrë natyrale. Me operacion. Po natyrale normal. Është më mirë. Pse me operacion? Natyrale. Po pse jeni kaq e sigurt kur se keni provuar? Sepse kështu mendoj se është më mirë në të jetë lindje natyrale se me operacion. Mendoni se këshillat e mjekut mund t'ju çojnë drejt operacionit? Jo, mendoj se jam shumë e sigurt. Natyrale, kam lindur vetë. Sigurisht nuk është një kampionim i saktë në cilën mund të marrim të dhëna me përqindje, me shifra, por është një mendim në cilën reflektohet deri diku edhe një lloj informacioni që ka në raport me bindjen, që rruga në linja në mënyrë natyrale është rruga më e mirë në rastin konkret. A duhet të jetë në këndvështrimin tuaj mjeku ai që duhet të përcaktoj apo vullneti i nënës se si duhet të sjellë fëmijën ai përpos këshillës që jep mjeku? Kush duhet ta thotë fjalën e fundit? Këtu hym në një tematikë që kohët e fundit është në lojë në Shqipëri, që ka të bëjë me vendimmarrje. Vite përpara mjeku për pacientin ishte perëndi, ndërkohë që me kalimin e viteve, veçanërisht 10-15 viteve të fundit, ne ftojmë pacientët bile dhe bashkëshortin e vet në bilancin, kur bëjmë bilancin, cila është rruga më mirë për të lindur, dhe jo rrallë. Ka rrethana kur vendimi i pacientës është më shumë pesë se sa vendimi ynë. Ne propozojmë, nuk vendosim, përjashtuar rastet ku një paciente vjen në spital inkoshente, kështu jo me ndërgjegje, po në rrezik imediat për jetën. Atëherë ndërhyrja jonë është themi vendimtare. Po e përsëris, pacientët gjithnjë më tepër janë pjesë e vendimarrjes për të lindur vetë ose në operacion. Duhet të jenë në këndvështrimin tuaj? Fatkeqësisht në vendin tonë diferenca në kulturën e pacientëve është shumë e madhe akoma. Me kalimin e viteve kjo diferencë kulturore edhe informimi do të ngushtohet, kështu që pacientët do të jenë njësoj pjesëmarrëse në vendimmarrje. Aktualisht ne jemi më entuziastë, ftojmë në vendimmarrje pacientët që janë më të kulturuar, që kanë informim mbi mesataren e popullsisë. Por juve mund të ofrojmë edhe disa shifra, meqense popullsia është shumë interesuar për përqindjen e linjës së operacion. Në Tiranë ne luajmë midis 35 dhe 37% linjë operacion, vetëm se këto janë shifra të cilat i atribuojnë një popullsie me shumë risk. Ja u shpjegoj, në Tiranë rreth 30-40% e pacientëve që trajtojmë ne vinë nga rrethet dhe përgjithsisht janë pacientë të ndërlikuara, që kanë një problem të nënës ose bebit apo të dyve bashkë, dhe midis tyre linja operacion shkon deri 50% për arsye të shëndetit të tyre. Kjo është arsyeja pse
në mënyrë artificiale ne na rritet përqindja në Tiranë, në të dy maternitetet, na rritet përqindja e lidhjes së operacionit. Nëse këtë term përdorim ne nuk është i këndshëm, nëse qërojmë për pacientët që nuk përfshin në studim pacientë që vinë nga rrethet, atëherë ne bim në një shifër 20-25%. Ulet ndjeshëm. Po, teorikisht në vendet më të zhvilluara dhe me nivel të mirë kulturor edhe të informuar të popullsisë, linja e operacionit 17%, 18%. Megjithatë, nganjëherë, për shembull Italia nga ana tjetër e Adriatikut, shumë spitale në Itali janë mbi 40% linja e operacionit. Problemi i tyre kryesor është ai juridik, i lidhur me drejtësinë. Në rand vendi është rreth 18%. 18% shumë të ulët. Pra është e pranueshme si shifër. Po. Sipas midis 15 e 20% është shifër racionale, arsyeshme. Nuk tregon kjo ndoshta për t'ju rikthyer pak edhe asaj që është shumë e rëndësishme, ideja unifikimit të shërbimit shëndetësor për të pasur mundësi që të mos vijmë me kaq probleme të komplikuara nga rrethet. Detyrimisht do vi në Tiranë. Ajo që është rasti komplikuar. Ajo për shembull që shpeshherë nuk ndodh, është rastet pa komplikuara vinë në Tiranë. Për arsye të mos ofrimit të një shërbimi ashtu si duhet në për vendet ku ata banojnë. Normalisht Tirana është vendi, është të dy spitalet janë, të dy maternitetet janë terciare, janë të nivelit 3, në të cilën ti ke jepet maksimumi i mundësive që ka vendi jon për të trajtuar një smundje ose një problem, një ndërlikim të shtatzanisë edhe të bebit. Duke ndalur tek një raport shpirtëror, kimik, ta quajmë po kështu midis nënës edhe fëmijës. Në morinë e të gjitha atyre gjërave që ne përmendëm që lidhen me anën shëndetësore që janë dizavantazhe në raport me zgjedhjen e një ndërhyrje kirurgjikale, pra të lindësh në mënyrë përmes një operacioni në rasti kur zgjidhet në mënyrë të vullnetshme dhe jo kur përbën një kërcënim për shëndetin e të dy këtyre qenieve. A ka një lloj lidhje tjetër, një lloj raporti tjetër që krijohet midis nënës dhe fëmijës kur sillet në mënyrë natyrale? Patjetër, unë pak më parë dhe shpjegova mundësit që ka një lindje vaginale për të pasur një kontakt të ngushtë midis nënës e fëmijës. Jo vetëm drejtim të rrjedhojave shëndetësore, por edhe drejtim të rrjedhojave afektive, sepse detyrimisht ose shpeshherë për komoditet ose për komoditet të punës i bëhet në një tavolinë reanimatore, ti detyrohesh ta shkëputësh fëmijën nga nëna. Kështu nga kjo pikpamje është një minus i madh. Megjithatë edhe këtu ka forma, po që kërkojnë një filozofi të caktuar, kërkojnë një forcë madhe për të bërë, sepse po të mendoni, pavarësisht se neve tentojmë gjithmonë ose përpiqemi gjithmonë që të mos ta shkëpusim ose të gjejmë mundësinë për ta pasur nënën dhe fëmijën afër. Lindja me operacion detyrimisht krijon kushte për ta larguar, për ta shkëputur nënën me fëmijën. Lindja vaginale nuk e shkëput nënën me fëmijën, në qoftë se filozofia e atyre njerëzve që punojnë është e tillë që nuk duan ta shkëputin nënën me fëmijën. Ky është avantazhi i madh i lindjes vaginale për bebin. E dyta gjë që është shumë e rëndësishme për frutin është pikërisht ishta maksi pak përpara, që pjekja ose lindja është një proces, nuk është thjesht vetëm kozjati shtatzanisë, po është lojë e metabolizmit të hormoneve të nënës, është lojë e përgatitjes së bebit dhe hormoneve të bebit atyre që prodhojnë këto dy individ veçantë që çojnë në pjekje. Bëhet gati fëmia. Edhe ky fëmijë bëhet gati, po themi qysh kur është 16-18 javë. Mbas më përpara. Fillon gradualisht përgatitet për lindjen, vën në lojë organet caktuara, sistemet caktuara për të lindur në mënyrën më të mirë të mundshme. Është një sforcim që i bëhet në rastin kur lindja me operacion është një farë sforcimi. Aq më tepër lindja me operacion për dëshirë. Natyrisht, ne nuk jemi kundra respektimit të dëshirës së nënës në gjëra të tilla. Por nëna duhet patjetër, ajo është pjesërisht e informuar, ose është e informuar mangët. Ajo, për shkak arsyeja vetme që kërkon të bëjë një operacion me dëshirë, është sepse ka dëgjuar që lindja vaginale është e gjatë, është e zgjatur, është me dhimbje,
ka gjëra të tilla se natyra. Po s'ka dëgjuar ndoshta kur se cilat mund të jenë rrjedhojat, qoftë për bebin, se tash rrjedhojat janë imediate, me njëherë janë dhe afatgjatë. S'ka dëgjuar kur se çfarë mund të ndodhi bebit. Njëkohësisht edhe për një grua që lind me sekso sezare me dëshirë, bëhet e vështirë çdo stazani tjetër që do lindi me sekso sezare, në drejtim të ndërlikime, apo jo Maksi? Po, flasim pak edhe për këtë. Është rëndësishme të theksohet që edhe shtazanit e tjera janë kaq problematike, thuhet që duhet patjetër të lindin në mënyrë me operacion, në qoftë se lindja e parë ka qenë operacion. Çndron kjo? E para njërë për mënyrën se si bëhet operacioni prej disa vitesh, 10 vitesh, 20 vjet, teorikisht nuk ka kufizim të lindje në operacion. Nuk ka. Mund të lind shumë fëmijë në operacion. E para, e dyta, mundësia për të lindur vetë mbasi lindje me operacion ekziston, por në perëndim janë studiuar rrethana në cilat rreziku që të lindesh vetë mbasi lindje me operacion është më i ulët se sa rreziku i operacionit. Ne këtë lloj vlerësimi nuk e kemi bërë. Lidhur mund të shtojë diçka lidhur me rëndësi që ka nëna pranë bebit sa po lind. Ka disa kafsh të cilët i shkëpusin fëmijët e tyre shumë herët. Për shembull, xhepistët, çfarë emri mund të, ato që kanguri është një shembull kafsha më e njohur, ata i lindin fëmijët shumë herët dhe fëmia i lindur shumë i vogël. Kapet mbas, futet te xhepi nënës dhe fillon të ushqehet me gjë. Ky është fëmijë i cili lind, ky është një porsalindur që lind 5 shumë herë më të vogël dhe shkëputet shumë më vonë nga nëna e fiton autonominë, po mjafton që ka nënën pranë. Një shembull tjetër është ariu polar i cili lind pa u zgjuar fare gjatë letargjisë. As nuk e ndjen, i mjafton bebit që ka nënën afër dhe kjo është siguri për të, e lidhur me temperaturën, me ushqyerjen, me sigurinë. Nënat tona duhet të bëjnë çmos që mos shkëputen nga bebi. Unë ofroj një shembull negativ, inshallah pacienta nuk na dëgjon, të një business woman ta quaj, e cila kishte një takim, një panair në një datë caktuar afër lindjes dhe lindi me operacion 2 ditë përpara këtij takimi, vetëm për të shkuar për të marrë pjesë. Kjo që ka një shembull absolutisht shumë. Në fakt varet sa peshon se jeta e njeriu është e komplikuar, varet sa peshon edhe panairi për këtë pacientit, por gjithsesi ka edhe shembuj tjetër. Që duhen në detyrimisht vlerësuar si armiqësor ndaj fëmijëve të tyre. Po, sigurisht. Megjithatë ka një element shumë të rëndësishëm që flet përsëri për raportin që ekziston midis nënës dhe fëmijës, që është ai i depresionit, që ndikon menjëherë pas lindjes, është i njohur si depresioni postpartum, po pas lindjes. Çfarë ndikimi mund të ketë në raport, domethënë jo vetëm tek nëna, por edhe tek fëmia, sepse besoj se krijon një lloj distance në këtë marrëdhënie. Shikoni, ne nuk e marrim të shkëputur nënën nga fëmia. Në gjuhën tonë quhet diada nën fëmijë. Domethënë është dyshja nën fëmijë. Kështu që pa dyshim çdo emocion i nënës negativ ndikon negativisht te fëmia dhe mund të ndikojë jo detyrimisht, dhe çdo emocion negativ i fëmijës ndikon tek nëna. Është dyshe, nuk mund të ndahen për një periudhë caktuar kohe. Sa më afër lindjes, aq më i ngjitur është fëmia me nënën. Sa më tepër rritet fëmia, aq më tepër shkëputet me nënën. Në momentin në të cilin fëmia është i ngjitur me nënën, është ai moment më afër lindjes. Gradualisht me kohë fillon shkëputja. Çfarë mund të ta ndihmonte në raste të tilla një nën për të zbutur atë efektin e depresionit të pas lindjes? E para njërë për të mos trembur kot shumë paciente, të cilat nga njëre qëmtojnë me zor depresion pas lindjes. Depresioni për kufizim është një situatë psikologjike emocionale e cila, për kufizim kështu popullor themi, e cila i ndryshon njeriut një ditë normale jetë, që e bën irracional, e të përtuar të ngrihet në mëngjes, që nuk është racional në punë, i çrregullon gjumin, ushqimin, dëshirën për të biseduar, folën e tjera dhe kështu me radhë. Gjërat e tjera themi emocionale që nuk i përkasin depresionit janë më të shpeshta themi. Kurse depresioni është një situatë disi më e rrallë, megjithatë në botë përmenden shifra 5, 6 deri 30%.
të grave që pas lindin kalojnë në depresion. Po, në vendin ton kjo situatë e mbaslindjes nuk ka marrë vëmendjen që meriton. Dhe ne trajtojmë pak, themi ato pak ditë që pacienti është në spital. Natyrisht kjo i përket një trajtimi jashtë spitalit, nëse një pacient ka të tilla situata, por që përgjithsisht nuk ka nevojë për mjekim, ka nevojë vetëm për një këshillim psikanalitik apo një psikiatër. Po është një situatë e cila gati gjithmonë kalon, ndoshta edhe pa lënë gjumë. Pyetja e fundit sa i takon pjesës ndërhyrjeve kirurgjikale në lidhje me pasojat që ato kanë tek nëna, juve thatë që ne nuk kemi kryer një studim mirëfillt në lidhje me lindje natyrale pas një lindje me operacion, ashtu sikur se shkruar në vend ndryshme të perëndimit, po kur rekomandohet një tjetër shtatzani pas një lindje me operacion? Ka një lloj kushtëzimi kohor në këtë drejtim? Distancën në kohë ka rregulluar natyra, e cila i ka vënë vulën 9 muaj shtatzani. Edhe kjo distancë përgjithsisht mjafton për të shëruar atë që quhet nevojshme duke qenë se është ndërhyrje kirurgjikale. Përjashtuar raste të veçanta kur themi që mund të ketë të bëjë me llojin e plagës operatore, kanë fjalën për në mitër brenda, materialin qepës, mënyrën e qepjes e tilla gjëra, të cilat janë tashmë prej vitesh edhe në vendin tonë në nivel europian themi, ndoshta edhe me mburje, nuk s'kemi diferencë. Kemi diferenca tjera plot, po plaga operatore themi është i afrohet shumë perëndimit. Unë jam shumë e kënaqur, vërtet mund ta them këtë gjë, që zhvilluam një bisedë në cilën besoj dhe uroj që të ketë qenë shumë frymëzuese për të gjithë ata që na kanë ndjekur, veçanërisht për të bërë një zgjidhje të matur dhe jo një zgjidhje deri diku egoiste, sepse besoj se të qenurit në kupton a priori një lloj vetmohimi dhe një lloj sakrifice që nga momenti që sjell në jetë për të vjuar përgjatë gjithë jetës. Dhe për të theksuar që është e rëndësishme jo vetëm për nënat, por edhe për baballarët, për të afërmit që t'i qëndrojnë pranë, sepse edhe pak më përpara po e theksonim doktor që është shumë e rëndësishme që në momentin e lindjes të jetë dikush pranë që t'i japi forcën nënës për të kryer në mënyrë natyrale lindjen. Po jo. Patjetër që shiko, në qendër ne mendojmë shpeshherë ne mjekët, mendojmë që në qendër jemi neve. Në fakt në qendër është familja dhe rreth saj rrotullohen disa ndihmës të tjerë që është infermierja, është mjeku, është punonjëse sociale, televizioni edhe po ashtu. Por në qendër është familja. Ajo është e rëndësishme për familjen, lindja e një fëmie, edhe për ne është e rëndësishme, është burim kënaqësie profesionale etj, por vetëm kaq. Kurse për prindin është burim jete. Falenderoj shumë ginekologun Maksim Gjoni, nëndretorin pranë maternitetit Nëna Geraldin, gjithashtu falenderoj edhe pediatrin neonatologun doktor Edi Tushen. Faleminderit shumë për pranien tuaj në studion e TV. Faleminderit juaj. Dashur miq, ishte kjo puntata për ditën e sotme. Kemi nisur javën me një tematikë sociale, por të tjera tema do të trajtojmë përgjatë ditëve në vijim. Takimin ton pasardhës të mërkurën në ekranin e UTV News në orën 16. Nga unë Evis Nasto, bashkë mirëpafshim.